Janë zhvilluar sot njëra pas tjetrës seancat për caktimin e masës së sigurimit ndaj 31 vjeçarit Konstantin Vogli dhe 50 vjeçarit Tori Ruçi alias Viktor Ruçi. Ishte pikërisht konflikti pronësisë së këtyre dy personave për një bar në Bregdetin e Bashkisë së Imarës, që degeneroi më pas në sherrin me sende të forta e deri në vdekjen e 66 vjeçarit Recep Ismaili në mbrëmjen e 7 majit në Sarand. I pari që doli para togave të zeza ishte 50 vjeçari Tori Ruçi. Ai është ndalur nga policia ditën e shtunë pasi ndaj tij është caktuar masa e sigurimit arrest në shtëpi për veprën penale mos kallëzimi krimit gjatë seancës për verifikimin e kushteve dhe kritereve të zbatimit të masës. Gjyqtari Hysometa i vendosi vazhdimin e zbatimit të masës së sigurimit arrest në shtëpi, duke detyruar të dyshuarin të mos largohet nga banesa e tij. Ruçi rezultoni dënuar edhe më parë për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Më pas, prokuroria e çështjes Armin Dakaçi dhe gjyqtari Hysometaj janë zhvendosur në spitalin Petro Marko të Sarandës, ku mbahet i shtruar nën masë sigurie 31 vjeçari Konstantin Vogli, ndaj të cilit janë ngritur 3 akuza: moskallëzim krimi, shkatrim prone kryer në bashkëpunim dhe kanosje. Gjyqtari Mikel Hysomataj pranoi kërkesën e prokurores Kaçi për zbatimin e masës së sigurimit arrest me burg ndaj 31 vjeçarit, megjithatë masa u caktua për akuzat e ngritura nga prokuroria. Gjykata ndau një qëndrim të kundërt me prokurorin për sa i përket çështjes së veshjes së faktit juridik. Për gjykatën, cilësimi i dur ligjor deri në këto momente duhet të ishte vrasje me dashje kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, moskallëzimi i krimit dhe shkatrimi i pronës së kryer në bashkëpunim.